Parlamenti shqiptar ka miratuar ngritjen e dy komisioneve të posaçme për të shqyrtuar reformat e rëndësishme ligjore, reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Komisioni në reformën zgjedhore u miratua me 113 vota pro, ndërsa ai për reformën territoriale mori vetëm 115 vota pro. Në të dy rastet, 3 deputet votuan kundër, 2 të Partisë Mundësia, Agron Shea dhe Erald Kapri dhe 1 nga Lëvizja Bashk Redi Muça. Mbyllet votimi. 113 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër. Komisioni për reformën zgjedhore ka një qëllim të vetëm: të vrasë partitë e reja, të vrasë alternativat në këtë vend, të vrasë demokracinë. Tani pyetja ime është drejtuar të dy përfaqësuesve, si të pozitës dhe të opozitës. Ku bazoheni që përjashtoni nga drejta e votimit një parti parlamentare, si me qenë një OJF, as si me qenë një institucion që është aty për të dhënë ca propozime apo për të dhënë mend. Kështu që Lëvizja Bashk praktikisht në terma praktik është i vetmi subjekt politik të cilit i është mohuar e drejta e votës në këtë komision parlamentar. Në radhët e mazhorancës, Damian Gjiknuri, i propozuar si bashkëkryetar i Komisionit për Reformën Zgjedhore, mbrojti përbërjen e komisionit dhe theksoi se nuk ekzistojnë mandate për ndryshime kushtetuese në këtë fazë. Ne i kemi dhënë të drejtën të gjitha partive, edhe ato të cilat kanë nga një mandat, meqense ka qenë dhe pjesë e debatit, që të marrin pjesë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, të kenë të drejtën e bërjes së propozime, të kenë të drejtën e diskutimit, gjithçka tjetër, vetëm thjesht nuk janë antar formal të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Por asgjë tjetër nuk i pengon këto parti për të qenë me drejta plota njësoj si partitë e tjera. Gjithatë, miratimi i komisioneve nuk e mbylli tensionin mes mazhorancës dhe opozitës. Partia Demokratike akuzoi kreun e kuventit se po u mohon deputetëve të drejtën për të pyetur institucionet e pavarura të drejtësisë gjatë raportimeve, ndërsa kreu i kuventit argumentoi se pyetjet duhen depozituar me shkrim.